Thonë Zoti ymë, të gjithë dhe ju uroj gëzu vitin e ndryshimeve. Ky vit ka ardhur me ndryshu, kini besim për këtë. Unë nuk kam që të them se para forcit i thamë gjitha. Unë dhe hyni një ulli tjetër që su përmen fare. Unë qëmë Demir Bojani. Kam bë 21 vjetë, 9 muaj e 21 ditë burg, nga këto 17 i bonën burrel. Shpia ime në Elbasan s'pati ropë. Nanën me i shmi, më morën më quna ne ka dursi. Dhe nën për burje nuk dishim jemi gjalla, kemi vdek. Dhe qameti thëriste kujen atje ku nuk kishte kufi mo. Mirë po, duke qenë me trashëgimni speciale dhe duke pas një kujet të çuditshme prej nonës, prej njëri tjetrit, ne dolëm, ne ardhëm sot t'i themi doktorit që me të burgosunit politik duhet bë edhe me trashëgimtarët e tyre, duhet bë punë, se ky na përqau ky horr. Ky s'le gjon po bë, ky blen edhe djallin e blen ky. Ky është djalli vet. E kuptoni e bëjo, sot në Shqipni gjenë, dhe më thonë, njeriun, po ta studiojmë kështu si filozofi, matë nytin botë në filozofie nuk e spjegon dot. Deri aty i ka që njerëzit e i, në ata që marrë rreth vetës. A i nuk mund të quhet njeri, a i urren kombin e vetë. A i na urren neve për vdekje, që i kemi bënë e ati? Unë jam në Elbasan, në lagje ku jam rritë, njerëzit këthejnë kokën, shofin shtremët. Që të kam ba unë qyqarë, unë po të tregoj rrugën. Unë po të them shikoma drita. Hajde me mu, të marim dritën, ndryqojmë rrugën. Jo, du në të rinë nërsin, du në të rinë pa bukë, por rroftë e dirama, që e shoftë Zoti me gjitha, e shoftë Zoti e divashtë. Pra, unë si burgosun i ndërgjegjës, i u pojnë thirrje gjithë. Këta kanë hy në tavolinë, po në marin kafshat në fëmijëve. Këta po në vjedhin ne në forma nga më të degenerume. Që bëjnë këta? E bon euro 900 lekë. Po unë e kam fitu me gjakat këtë dosh euro, 1400. Qish më mori muaj 500 lekë mi vodhi pri herë, e në futi parët e drogës në buxhet? Po ka gjama të të mërshme se kaq? Nuk e di si mund të shpjegosh dhe si mund të drejtosh një shtet ku ti ditë për ditë menon që është të vashnosh. Në nërjet, në për këto lajme, do nërjet, thot unë, thot pensionet. Qa pensionet do nërjet e qyqarë. Po ti s'ke pensione, o qyqarë, nuk ke pensione, 100.000 lekë pension. O horë, o bandit, nuk di që me thonë. Dhe ky gjën e parë si puna e nverit, ky po vret ndërgjegjen, po vret dhimbsunin. Nuk duhet thush gjinaf, se menon partia. Gjinaf s'ka. Gjinafin e di ai kopuku. Zoti na rujt për ti. Të shti, ati erdhi funi. Erdhi funi dhe unë dhe ju kujtoj diçka me doktorin. Erdhi doktori ke foltoria në Elbasan. Po atere ishim për i bret. A i në qefun për para, me thonë drejtë. Non grata e ku di unë nëjta. E ne i thash, në gjoni këtu thash. Kjo dili. Kush del në horbita e këti dili, do neli shkom pa vlerë. Nuk ka vlerë më fare. Pranoj. E na aty në qikanika, aty në zuzarve, u them frenohuni, mëllë një gojnë qenë vjeqensh, se jeni në rrugë të gabume, nuk e shifni, që sa largoni për e këti dili, ngelni si plehen në rrugës, nuk jo pyet djeri mos e një gjallë, gjitha ta aktivitet e shkel me kam të tuja, nuk o marrë veshte unë. Ja dili, doktor Trosh, shqy që kemi, miru pafshim me ndryshime
me heqen e plehut se qelbi dynjon. Mi mbrëma të gjithëve, unë jam doktoresh Silvana Bajrami në profesion mjeke veterinere dhe sot tu jam për të sjellë në vëmendje ku Shqipëria sot përballët me një krizë të thellë të interesit publik që kemi sigurinë ushqimore. Pasojat janë të rënda dhe të prekshme çdo ditë. Shqiptarët jo vetëm që grabiten dhe po dhunojnë institucionalisht, por edhe po ekspozohen sistematikisht ndaj rreziqeve shëndetësore. Siguria ushqimore ndodhet në një alarm kombëtar. Produktet ushqimore të kontaminuara me pesticide të ndaluara, metalet të rënda, me toksinat dhe ndosit e tjerë të rrezikshëm përfundojnë në tryezat tona, në tryezat e familjeve shqiptare. Skandalet e njëpasnjëshme të produktet bujqësore dhe ushqimore janë jashtë çdo standardi të sigurisë ushqimore. Kjo vjen në rrezik të gjithë shëndetin publik, na vendos në rrezik edhe ne në të përditshmërinë tonë. Kjo ndodh sepse për regjimin e kësaj qeverie prioritet nuk është jeta dhe shëndeti i qytetarëve, por mbrojtja e interesave klienteliste të importuar dhe monopole që kanë dëmtuar tregun, kanë shkatruar prodhimin vendas dhe po falimentojnë bujqësinë shqiptare. Bujqësia shqiptare ka vajtur në pikjat, është në mëshirë të fatit. Rikujtojmë këtu fonde tip part, të cilat u krijuan skema të sofistikuara dhe përveç vetëm te fermerit të cilët duhet të shkonin këto fonde, atje nuk përfunduan. Çdo ditë vënesë me marrjen e masave efektive është një ditë me më shumë rrezik për qytetarët. Nëse bëjmë një krahasim të vendeve të rajonit për mbështetjen e fermerëve, të krahasuar të me Shqipërinë, lë shumë për të dëshiruar. Fermerët aty kanë subvencionime për krerë, për fermat e tyre, për tokat bujqësore, për serat, për teknologjitë e fundit, ndërsa në Shqipëri është inekzistente, është lënë totalisht në arres. Mbrojtja e shëndetit publik dhe garantimi i sigurisë ushqimore është e drejtë themelore e çdo lloj qeverie. Ndaj, largimi i këtij regjimi nga pushteti nuk është thjesht një domosdoshmëri politike, por është një mision historik që do mbetet në jetët tona për shëndetin dhe të ardhmen e gjithë shqiptarëve. Faleminderit. Përshëndetje, gjithë Tiranës dhe Shqipërisë, qetësor Brauna Skrapari. Përshëndes në radhë të parë doktor Sali Berishin, që fjalën e dhen e mban. Ndërsa ky legeni i ka bërë njerëzit servila, fjala zakoni është më fort nga ligji. Ne i kemi humbur vlerat nga Edi Rama, nga ky legen. Ka marrë këtu të sheshi, se halli jonë e deshi këtu të sheshi, ta heqim që këtu të sheshi. Ta heqim këtu të sheshi me forcën e popullit. E kemi këtë vlerë të shtuar dhe thote ka faj Saliu. Saliu ka kërkuar dhe ndjes dhe falje se njeriu bën gabime. Derisa i s'di të thot njeriu, po s'ta më fal dhe të lutem, nuk është njeri.